Kreu i vetëvendosjes Albin Kurti mbrëmë zhvilloi një takim me diasporën shqiptare në Zvicër në një tubim madhështor që u mbajt në Zyri. Me këtë rast, avokati Tom Gashi ka ironizuar ish opozitën, duke shkruar në Facebook se partitë opozitare i fitojnë zgjedhjet vetëm kur t'i mbushin sheshet dhe sallat e Zyriut si kryeministri Albin Kurti. A e dini kur i fitojnë zgjedhjet partitë opozitare? Kur t'i mbushin sheshet e Zvicrës dhe sallat e Zyriut, njëjtë si kryeministri Albin Kurti, shkruan Gashi në Facebook. Zvicra është midis Alpeve të Evropës, por këtu bëka edhe ma nxehtë se në vendinjen tonë Kosovë. Të dashur bashkëdhetar, zonja e zotri, motra e vëllezër, shoqe e shok, faleminderit shumë që e keni ndarë kohën e të shtunës mbrëma dhe të na bëni bashkë këtu në Zyri. Dikush prej jush e ka nda kohën e pushimit, dikush studimit, e dikush edhe të punës, dhe jemi bërë bashkë të gjithë atëherë kur në ndajnë vetëm 15 ditë nga fitoria edhe ma e madhe e lëvizjes vetëvendosje me datën 28 dhjetor, kur qytetarët e Republikës dhe shqiptarët në barë me drejt votet që janë mërgat, do t'i drejtojnë kutive të votimit dhe do t'a bëjnë fitues numrin 116. Ne asnjëherë nuk e harrojmë, ne gjithë një e kujtojmë sa shumë ka dhënë Mërgata për vendlidhjen. Edhe atëherë kur ishim në okupim, edhe gjatë luftës shkrimtare, edhe për mbijetesën sociale, por edhe për zhvillimin ekonomik, demokratizimin, pavarësimin e Kosovës dhe reputacionin e saj ndërkombëtar. Ne e dim që janë rreth 100 dëshmorë të kombit, luftarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që kanë rënë në fush betej në vitet 1998-1999 në Kosovë, dhe e dim që Agim Ramadani, komandant Katana, ka ardhur nga Zvicra në Kosovë për lirinë e Kosovës. Ashtu si kurse që ka ardhur edhe Fehmi Ladrovci prej Gjermanisë për të rënë në fush betej në Kosovë, në përballjet pabarabartë me forcat armike të Serbisë. E përveç këtyre rreth 100 dëshmorëve të kombit që i kemi nga diaspora jonë, janë edhe qindra të tjerë, veteran e invalid të luftës, të cilët ne i respektojmë dhe i falenderojmë për jetë e motë. Por gjithashtu, e dim që edhe kur s'kishim luft, ne nuk kishim paqe, sepse kishim rezistencë të vështirë dhe janë me mira e mira shqiptarë, të cilët e kanë mirë mbajtur qëndresën tonë, si në Kosovë në Ballkan, po ashtu edhe këtu në Mërgat. Shpreh mirënjohjen time të thellë për të gjithë ato mësuese e mësues, arsimtare e profesor,
për të gjitha ata artista e sportista, punëtor, inxhinier, mjek, arkitekt, infermier, të cilët kanë kontribuar për lirin e atë dheut ton dhe pavarësimin e Republikës Kosovës. E mirë se ju gjejmë sonte këtu në Cyri. Cyrihu nuk është larg Kosovës, është njëra nga mënyrat e shumta se si Kosova jeton në botë. Dhe kjo është në kuadër të një mërgate e cila nuk është kujtim i ikjes, është dëshmi e qëndrueshmërisë. E sot ju vetë, motrat e vëllezërit tuaj, fëmijët tuaj janë profesionistë. Jo rastësisht me që janë rezistencë e trashëguar. Ju jeni integruar, pa u tretur, dhe një mend shqiptarët janë gjithandej të shpërndar, por kurse të shpërbër. Identiteti ynë, angazhimi ynë, kontributi ynë, vetdia kolektive që kemi për lavdin dhe vuajtjet historike, na mban të gjithve bashk, por njëkohësisht na mundson të ecim mbar e mirë në rrugën e drejtë, e cila njërënon i ka dëshmorët e martirët e kombit, e në anën tjetër i ka dëshirat dhe ëndrat e rinisë dhe fëmijëve të Kosovës. Ne besojmë që urat midis Kosovës dhe Mërgatës ndërtohen me politika. E këto politika janë politika publike, janë politika ekonomike, sociale e kulturore. Dhe këtu nevojitet kontributi juaj, i cili asnjëherë nuk ka qenë i matshëm, por njëkohësisht çdo herë i padiskutueshëm. E profesionalizmi juaj është pikrisht pasuri publike që duhet të jetë pjesë përzbërëse e këtyre politikave publike. Biznesi, teknologjia, mjekësia, drejtësia, arti e sporti, aty ku jeni, Kosova është me ju. Sepse diaspora nuk është rezervë emocionale, është forcë zhvillimi. E qeveria e Kosovës, qeveria juaj e sheh Mërgatën si partner e kurse si spektator. Ju faleminderit. Ju faleminderit për gjithë shka që bëni, pjesa dërmuese e kësaj që bëni, pa dyshim që nuk njihet e nuk dihet sa duhet, prandaj ju jeni ata herojt e heshtur të paqes që lartësoni edhe shtetin e Kosovës, edhe kombin shqiptar mbarë. Por, dashur bashkëdhetar, përveç se komb i vetdijes kolektive për historinë, përveç se komb i flamurit ton të kuq me shkabën e zezë 2 krenare në mes, përveç se komb i dokeve, zakoneve pra traditës sonë, i këngëve e i vallëve të bukura shqiptare, ne para se gjithash e mbi të gjitha jemi komb i gjuhës. Andaj gjuhën shqipe duhet ta mësojmë e ta levrojmë, sepse ky është amaneti i rilindasve tanë, të cilve ua kemi borxh qenjen tonë. Gjuha shqipe